Shqipëria kryeson në Europë për peshën e makinave me naftë në regjistrimet e reja për vitin 2025, në një kohë kur pjesa më e madhe e kontinentit po largohet me shpejtësi nga ky lloj motori. Sipas të dhënave të Eurostat, 66.2% e automjeteve të pasagjerëve të regjistruara për herë të parë në vend gjatë 2025-s ishin me naftë, kundrejt mesatares së Bashkimit Evropian prej 14.9%. Në total u regjistruan 85.700 mjete, nga të cilat 56.700 me naftë. Makinat elektrike përbëjnë vetëm 3.3% të regjistrimeve, ndërsa mjetet me energji alternative në total arrin në 12.9%. Në të kundërt, në BE po përshpejtohet tranzicioni drejt automjeteve me emetime të ulta. Në disa vende, si Danimarka, makinat plotësisht elektrike përbëjnë mbi gjysmën e regjistrimeve të reja, ndërsa në nivel unioni arritën në 13.5% në vitin 2025. Diferenca lidhet kryesisht me strukturën e tregut shqiptar, të dominuar nga importi i makinave të përdorura dhe kostot më të ulta fillestare të mjeteve me naftë. Mungesa e një rrjeti të zhvilluar karikimi dhe stimujve fiskal për automjetet elektrike e ngadalson më tej tranzicionin. Megjithatë, rritja e standardeve europiane të emetimeve dhe presioni për dekarbonizim pritet të ndikojnë gradualisht edhe tregun vendas në vitet në vijim.